Migrimi i shqiptarëve është një brengë e kahmoçme e shoqërisë civile e cila kohëve të fundit ka marrë përmasa serioze. Në mungesë të politikave investuese që do të hapnin vende të reja të punës dhe do të rrisin shpresat e gjeneratave të reja për një perspektivë zhvillimore në vendlindje, viteve të fundit, trendi i migrimit ka shënuar rritje enorme dhe kjo rritje e ka ulur edhe numrin e banorëve të rajonit të Kërçovës. Ky ritëm i migrimit të vazhdueshëm nga vendbanimet tona e ka ulur dukshëm edhe numrin e nxënësve në shkollat e rajonit të Kërçovës. Shifrat e migrimit të nxënësve janë rritur sidomos viteve të fundit, me rastin e largimit të gjeneratave të reja drejt Evropës dhe Amerikës si opsioni vetëm që u ka siguruar atyre perspektivën e familjes. Por si vjet në vitin shkollor 2025-26, në shkollat fillore të Kërçovës janë regjistruar 7 nxënës, të cilës së bashku me familjet e tyre janë kthyer nga shtetet perëndimore. 3 nxënës mësimit i ndjekin në shkollën periferike të fshatit Servic, që funksionon në kuadër të shkollës qendrore Milto Gurra, ndërsa 4 nxënës janë regjistruar në shkollën fillore Sande Shterjuski të Kërçovës. 2 prej tyre i vijnë mësimit në ciklin e ulët, ndërsa 2 të tjerët në ciklin 9-vjeçar të arsimit. Të gjithë fëmijët e kthyer nga diaspora janë integruar dhe janë përshtatur me kushtet e këtueshme të edukimit në gjuhën shqipe dhe marrin pjesë edhe në aktivitetet kulturore që organizohen në kuadër të shkollës, shprehen arsimtaret e tyre Shqipe Musafa dhe Melihate Çeliku. Unë në këtë institucion punoj gati 20 vite, plus edhe gati 10 vite në fshatra, në Miltogurra, dhe kam hasur shumë që janë kthyer nga mërgimi, por kemi raste edhe që largohen prej këtu për vende të ndryshme. Po. Dhe unë kam pas këtu në Sande 2 vajza bineqe që kanë kthyer nga Amerika, dhe tani janë ata viti parë, me të vërtet ata e ambientuan shumë shpejt, atëherë ishte edhe koha e koronës, dhe e përjetuan edhe atë mësimin në largësi, por prapë ishën shumë inteligjente, shumë bashkëpunuese, kishën edhe ata vështirësitë e veta që deshën shumë vëmendje, shumë përkrahje, u mungonin në shoqëria, por klasa me të vërtet ishte në nivel që i shoqëronin. Më kujtohet se kishëm një rast 8 marsin e festuam, ata shpejt u kyçën, morën pjesë në vallëzim, në aktivitete, gati për 1 muaj u angazhuan edhe të gjitha aktivitetet. Tani do flas për këtë nxënësin tani që e kam tani për tani, jemi klasa e 5, edhe ka erdhur edhe i njëjti prej Amerikës, dhe në fillim të kishte atë ambientin problem të ambientohet, ndryshimi shoqëror, unë shumë e kuptoj, sepse të lësh një vend ku ke rritur, kur ke mësuar për 5 vite me radhë, të vish në një shoqëri tjetër, me të vërtet nuk është lehtë, unë e kuptoj plotësisht, dhe ne si arsimtarë jemi munduar t'i kushtojmë shumë vëmendje, ta përkrahim, ta kyçim, por e kisha fat që nxënësi dinte shumë mirë të flasi shqip, edhe të lexoj, por edhe prindrit i përshëndese me të vërtet në këtë drejtim, i kishën përkrahur, i kishën orientuar që ta flasën gjuhën shqipe, edhe në bashkëpunim me atë, djali ka përmirësime në shoqëri, në ambient, ka marrë pjesë në aktivitete shkollore, patjetër shumë, në bashkëpunim me të gjithë edhe stafin edhe drejtorin, domethënë ne çdo gjë kemi bërë, kishëm një festë 28 nëntorin, edhe ajo kyç në vallëzim, që punoj te Pallati i Kulturës në Valle, është i kyçur gjithmonë në për aktivitete dhe ka dëshirë të marrë pjesë. Por disa herë e mendon shoqërinë në Amerikë, i bëj pyetje se atë mungon shoqëria. Shoqëria, unë e kuptoj se me të vërtet aty i mungon shoqëria, por mirë është vot kjo nismë, ky hap për shqiptarët të kthehen në vendin e tyre, por mirë është të kisha thënë edhe shteti të bëj pak kushte më të mira që mos i kemi këta pasoja, për shembull të marrin se fëmijët do të jenë prioritet në shoqëri. Të urojmë se këtë rrugë do ta ndjekin edhe prindër të tjerë. Po, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Zonja Melihate, edhe në shkollën, në klasën tuaj, një fëmijë i kthyer nga mërgimi i ndjek mësimit aty. Si është adaptuar ai me nxënësit tjerë në klasë? Përshëndetje.
Po, në klasën time, pra në shkollën tonë, është një djalë, Fatjon Mustafa, i cili është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne si shkollë, si klasë jemi shumë të lumtur, sepse Fatjoni është adaptuar shumë mirë me nxënësit e klasës dhe gjithashtu edhe me mësimet. Fatjoni për një kohë shumë të shkurtër është mësuar të shkruaj, të lexojë. Gjithashtu ka suksese jo vetëm në lëndën e gjuhës shqipe, por edhe në lëndët e tjera. Është adaptuar me një fjalë edhe me shokët e klasës. Është adaptuar shumë mirë, i pëlqen këtu shumë dhe ne si shkollë jemi shumë të lumtur që fëmijët që kthehen jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vendet e tjera adaptohen dhe kanë rezultate shumë të mira në mësime. Shpresojmë se edhe fëmijë tjerë nga Mërgimi të kthehen. Shpresojmë që edhe të tjerë nëse vendosin të kthehen, të adaptohen dhe të përshtaten aq mirë sa janë përshtatur të gjithë nxënësit deri tash që janë kthyer këtu. Për dokurinë e rënies së numrit të nxënësve në shkollat e rajonit të Kërçovës dhe kthimin e këtyre nxënësve nga Mërgimi për të ndjekur mësimet në gjuhën shqipe, flet edhe drejtori i shkollës fillore Sande Sherioski të Kërçovës, Bekim Jusufi. Ai nënvizon se viteve të fundit numri i nxënësve ka shënuar rënje edhe në shkollën Sande Sherioski të Kërçovës, por gëzon fakti se gjatë këtij viti shkollor numri i nxënësve të regjistruar ka shënuar rritje fal kthimit të disa familjeve nga shtetet perëndimore në vendlindje. Po, jemi ne në një kohë, në një periudhë ku shumë familjarë zgjedhin largimin nga vendlindja për një jetë më të mirë, por çdo rikthim është një domethënie e veçantë për ne, është shpresdhënëse për shoqërinë tonë. Së fundmi ne kemi 4 familje që kanë ardhur, kanë vendosur që të jetojnë dhe të zhvillojnë fëmijët e tyre arsimin këtu në shkollën tonë. Kjo është një iniciativë që duhet përshëndet dhe të shprehim mirënjohje dhe falënderime për ata familje që vendosën që fëmijët e tyre ta zhvillojnë procesin edukativ arsimor këtu në vendin tonë. Si janë përshtatur këto nxënës këtu në klasët ku i vijojnë mësim? Fal punës së arsimtarëve, fal stafit profesional, ne jemi munduar që ata fëmijë të integrohen sa më shpejt dhe qëllimi jonë është që ata të ndjenë barabartë me çdo nxënës tjetër. Do të janë përshtatur dhe janë ambientuar, janë përshtatë sipas rregullave, sipas kodeksit shkollës, domethënë gjithçka procesi aty ne vazhdon në normalitet. Janë pranuar edhe nga nxënësit tjerë, shokët e klasës. Po, janë të mirëprit nga nxënësit, nga arsimtarët, nga gjithë ne. Nga arsimtarët e këtyre nxënësve, kuptuam se po këto nxënës kanë marrë pjesë bile edhe në aktivitetet të lira shkollore. Po, kjo është ajo që na gëzon ne si fakt, domethënë ata janë inkuadruar aq shpejt sa që nuk mungojnë as për aktivitete apo në garat shkollore që kemi, domethënë janë pothuajse të barabartë me gjithë nxënësit të tjerë. Do të kemi një pyetje përgjithshme sa i përket uljes së numrit të nxënësve në shkollat tona. Unë kam informacione se në shumë shkolla ka rënje të numrit të nxënësve. Si qëndron puna këtu në shkollën që ju drejtoni? Ajo është evidente, domethënë në gjithë shkollat, por atë ndjejmë edhe në kurrizin tonë. Ka largim të nxënësve, por ajo që neve si shkollë e qytetit na mbulon për faktin se kemi largimin aty në nxënësve, domethënë e plotësojmë me ardhje të familjeve që vinë dhe vendosen këtu në qytet nga në përfshatra, domethënë edhe kjo mungesa e tyre nuk ndihet shumë. Unë të urojmë të gjithë së bashku që do të kemi edhe nxënës të tjerë që do të ndjekin shembullin e këtyre nxënësve dhe të kthehen për të ndjekur mësimet këtu në shkollat tonë. Ju faleminderit ju sinqerisht dhe ne si shkollë jemi të hapur për të gjithë ata që vendosin që fëmijët e tyre ta ndërtojnë të ardhmen këtu në qytetin tonë.
Në bazë të statistikave të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, ulja e numrit të nxënësve ka filluar në vitet e tranzicionit politik, por intensiteti i shpërnguljes së nxënësve nga shkollat tona është rritur dukshëm në 10 vitet e fundit. Gjatë viteve të kaluara, migrimi i nxënësve ka qenë më i theksuar në shkollat me mësim në gjuhën shqipe, por viteve të fundit kjo dukuri është prezente edhe në shkollat me mësim në gjuhën maqedonase. Bazuar në statistikat e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit brenda këtij harku kohor, numri i nxënësve në shkollat e rrethit të Kërçovës është përgjysmuar dhe ritmi i uljes së numrit të nxënësve vazhdon të jetë shqetësim parësor i shoqërisë civile. Sipas raportit të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, në vitin shkollor 2009-2010, shkollat e arsimit fillor në rajonin e Kërçovës kanë numëruar 5.967 nxënës, ndërsa 10 vite më vonë, numri i nxënësve ka rënë në 3.542 nxënës.